Shkeljet rrugore, alkooli dhe shpejtësia janë dy shqetësimet kryesore që konstatohen në rrugët e Shkodrës. Policia rrugore ka bërë bilancin e muajit janar nga monitorimet intensive me dron, radar dhe makina inteligjente në të gjitha akset. Fokusi ka qenë parandalimi i ngjarjeve rrugore, si dhe menaxhimi i trafikut. Nga të dhënat e policisë rrugore, konstatohet se drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit mbetet një nga shqetësimet më të mëdha dhe burim kryesor i aksidenteve me pasoja të rënda. Vetëm gjatë muajit janar, rezultojnë të proceduar penalisht 18 shtetas, prej tyre 9 janë arrestuar për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 9 janë proceduar në gjendje të lirë për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Gjithashtu masat administrative kanë qenë të shumta, mbi 2900 të tilla. 1153 drejtues automjetesh janë dëshkuar për ndalim ose pushim të automjetit në kundërshtim me sinjalistikën, 737 të tjerë për shkelje të kodit rrugor, 390 masa janë dhënë për parakalimet gabuara, 217 për mosvendosje të rripit të sigurimit, 157 për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara. 88 drejtues mjetesh janë dëshkuar për mosvendosje të kaskës dhe 52 të tjerë për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit. Kontrollet do të vijojnë në gjitha akset rrugore, me dron, radar dhe makina inteligjente. Policia rrugore apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të zbatojnë me rigorozitet rregullat dhe të kontribuojnë në këtë mënyrë në parandalimin e aksidenteve, në veçanti dhe në sigurinë rrugore në tërësi.